Nëse ju kujtohet në djeni, nuk po nisem nga periudhat 90, 96 apo 2000, sepse memoria ime nuk është shumë e saktë, sepse më së shumti vjen për shkak të leximeve, po ka pasur qeveria asaj kohe që përkon prapë të jetë me Partinë Demokratike, mori nisma, sepse ishte koha ku po kërkoheshin eshtrat dhe gjetjet e personave të zhdukur. Asaj kohe më kujtoj që ka pasur problematika të mëdha ligjore. Shteti shqiptar, pak rëndësi ka kush ishte, nuk u kujdes të jepte një fond të caktuar për të bërë analizat e ADN-s, sepse ne dim shumë mirë, shumica e personave kanë pasur varre të përbashkëta. Dhe më duket se ka qenë e fundit që e kam kontrolluar këtu 2 vjet të shkuara, por kjo që do them më pas duhet kontrolluar. Unë di që vazhdojnë të jenë në Institutin e Mjekësisë Ligjore, vazhdojnë të jenë akoma eshtrat, të cilat nuk bëhen dot identifikimi dhe askush nuk e di. Që një nisëm asaj kohe, u diskutua dhe për të marrë, u hartuan paketat ligjore, sepse ka një proces ligjor, dhe di që ky projekt, nëse do ta quajmë, nuk vazhdoi më tej për shkak të parave.